Ja. Në lëndën e kimisë, sot do trajtohet tema shpejtësia e reakcionit dhe faktorët që ndikojnë në të. Reakcionet kimike mund të ndodhin shpejt ose ngadalë. Për shembull, ndezja e fishek zjarreve ndodh shpejt, ndërsa reakcioni i ndryshkes ndodh shumë avash. Shpejtësia e reakcionit nuk mund të përcaktohet nga barazimi kimik i tij. Për të njohur shpejtësinë e një reakcioni, duhet të tregohet sa shpejt është harxhuar reaktanti dhe është formuar produkti. Për të parë këtë, zhvillohen eksperimente ku të dhënat vendosen në tabela dhe grafik për të nxjerrë pastaj përfundime. Shpejtësia e një reakcioni shpreh varësinë midis harxhimit të reaktanteve ose formimit të produkteve dhe kohës gjatë të cilin ndodhin këto ndryshime. Faktori i parë që ndikon në shpejtësinë e reakcionit është përqendrimi. Përqendrimi i një tretësire tregon sa substancë është tretur në tretësirë. Sa më e përqendruar të jetë një tretësirë, aq më i madh është numri i grimcave të tretur në të. Substancat veprojnë kur grimcat përplasen me njëra tjetrën. Sa më e përqendruar të jetë tretësira, aq më shpesh do të përplasen grimcat dhe aq më shpejt do të ndodhë reakcioni. Për reakcionet që zhvillohen në tretësira, sa më i madh të jetë përqendrimi, aq më e madhe është shpejtësia e reakcionit. Në këtë foto tregohet se si rritet përqendrimi i një tretësire dhe se si ndodh reakcioni kur përqendrimi është i lartë. Një tjetër faktor që ndikon në shpejtësinë e reakcionit është edhe temperatura. Në bazë të eksperimenteve që zhvillohen, reakcioni duke patur faktor temperaturën kemi sa më e lartë është temperatura, aq më e shpejtë është përplasja e grimcave. Temperaturat e larta e rrisin shpejtësinë e reakcionit. Kjo është një foto që tregon një reakcion që ndodh në temperatura të larta ose për shembull në rastin konkret me ujë të ngrohtë dhe me ujë të ftohtë, dhe në rastin me ujë të ngrohtë reakcioni realizohet më shpejt. Tjetër faktor që ndikon në shpejtësinë e reakcionit është edhe sipërfaqja e kontaktit. Me rritjen e shkallës ose të grimcimit, rritet sipërfaqja e kontaktit dhe rritet numri i goditjeve. Me rritjen e goditjeve rritet edhe shpejtësia e reakcionit. Faktori i fundit që ndikon në shpejtësinë e reakcionit është katalizatori. Katalizatori është një substancë kimike e cila përshpejton reakcionin, por nuk merr pjesë në të. Katalizatorët mund të jenë natyror, që janë enzimat të cilët ndodhin në organizma të gjalla, si dhe kimik, të cilët përdoren në industri kimike për reakcione të ndryshme. Si detyrë në shtëpi për këtë temë, do të keni: do të ndërtoni një reakcion kimik dhe do të përcaktoni faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e tij. Punë të mbarë.